Në Galerinë e Arteve të Pogradecit është të qelur ekspozita më e re personale e piktorit Anastas Konstantini me titull Qyteti i dehur. Cikli përfshin 50 punime në teknikën e pastelit ku artisti sjell peizazhe urbane, kujtime dhe personazhe të jetës së përditshme të frymëzuara nga qyteti i lindjes. Vetë autori shpjegoi se titulli Qyteti i dehur nuk lidhet me kuptimin e drejt për drejt të fjalës, por me gjendjen shpirtërore, atmosferën dhe kujtesën që Pogradeci i ka ngjallur gjatë viteve. Pse është i dehur, qyteti i dehur? Qyteti i dehur sepse unë jam i dehur. Jam i dehur nga qyteti. Sepse qyteti im, vendi ku unë kam lindur dhe kam shumë gjëra për të thënë. Kështu që unë jam gjithmonë shpeshherë përpara vetes, kuptohet. Nuk e di, shpresoj që edhe për publikun e qytetit tim të jem një përfaqësues i diçkaje që nuk e thon të tjerë, por që e them vetëm unë. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë artist, shkrimtar, personalitete të kulturës dhe 10 artdashës. Shkrimtari Primo Shlaku e cilësoi ekspozitën një kontribut me vlerë për artin shqiptar. Nga përparimi i teknologjisë edhe industrializimi po humbasim dhe duhet mesen si temi ato ambiente, ato mjediset, ato veçantin e jetës qytetare të cilat nuk janë moderne, sot janë pak të vjetërume. Kompozitori Jani Papadimitri, i cili jeton dhe krijon në Kanada, u shpreh se piktori ka ditur të ruaj identitetin e tij artistik ndër vite. Dal nga kjo ekspozitë me një emocion të jashtëzakonshëm, sepse më pëlqen jo vetëm arti i tij që është madhështor, por më pëlqen dhe tematika që ka kapur. Ai ka nxjerrë njeriu e thjeshtë. Edhe shkrimtari Skënder Demolli tha se punimet ruajnë me ndjeshmëri kujtesën e Pogradecit. Kudo që ka shkuar me kodin gjenetik të vendlindjes së tij, që është kolori. Nëse deri dje thoshin që Pogradeci ka një shpirt dhe ishte lazgushi me poezinë e tij, sot si motre e saj është piktura. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun në Galerinë e Arteve të Pogradecit deri më 1 gusht.